Surprizat nuk kanë fund. Kush është banorja e radhës që i bashkohet shtëpisë së Big Brother VIP 5? Juela Nikolaj është banorja më e re e Big Brother VIP 5. Ajo ka lindur në Laç dhe është rritur jashtë Shqipërisë, në Milano, në një familje shqiptare shumë të lidhur. Prindërit e saj kanë qenë gjithmonë të kujdesshëm që të mos humbin rrënjët, kulturën dhe vlerat që ata i kanë pasur gjithë jetën. Fëmijëria ka qenë me shumë dashuri bashkë me 3 motrat dhe me disiplinë në të njëjtën kohë. Ka qenë një vajzë e qetë, kurioztare dhe shumë aktive, gjithmonë me ëndra të mëdha. Mbas studimeve të larta për ekonomi europiane, nisi projektet e saj muzikore. Është rritur me rrymën pop, por me kohën filloi të kërkonte tinguj të tjerë, më ballkanik, pak më oriental, pak dark pop, ballads që e përfaqësojnë më shumë. Edhe mësimet e pianos e ndihmuan shumë të lidhet me muzikën në një mënyrë më profesionale, dhe pse është akoma shumë fillestare. Para disa vitesh humbi njeriu me të cilin po përgatitej të martohej. Ai u vra atë vit në oborin e shtëpisë bashkë me motrën e tij dhe ish bashkëshorti i të saj të fundit. Ajo thotë se, kam kaluar shumë dhimbje dhe ankth, në fillim mendoja që dhimbja do të kishte qenë e papërballueshme, por me kohën kuptova se jeta ndryshon nga mënyra si zgjedhim ta përballojmë. Punova shumë me veten dhe ajo dashuri e bukur që më kishte lënë ai u bë dritë në momentet më të errëta dhe më tregoi se unë mund të ngrihem përsëri, u bë forca që më ngriti. Kjo periudhë më ka bërë më të fortë, më të vetëdijshme për atë që dua dhe më mësoi të gjej dritë edhe kur mendoja se nuk kishte më, dhe mund të them me plot bindje që unë ja dola dhe kam akoma shumë për të ndërtuar, siç dhe ai ka besuar gjithmonë te unë. Nga Big Brother pret një eksperiencë që mund t'i hap një tjetër kapitull. Është një vajzë me ambicie, me kulturë që punon shumë, por edhe që ka një zemër të butë dhe shumë dashuri për artin.